Ka ardhur koha me marrë frym lirshëm në Prishtinë, koha për ajër të pastër për qytet të shëndetshëm. Veprimi i parë, transport publik efikas, 240 autobus jon dotës, korsi të veçanta, park and ride në hyrje të qytetit, më pak vetura në qendër, më shumë lëvizje të mençur. Veprimi i dytë, ngrohje qendrore për të gjithë, dyfishimi i kapacitetit të kogenerimit, shtrirje e rrjetit në të gjitha lagjet, më pak çmyr, më pak dru, më shumë ngrohje të pastër. Veprimi i tretë, rritja e hapësirave të gjelbra, çdo vit 5 parqe të reja, më shumë pemë, më shumë jetë. Veprimi i katërt, izolimi termik i ndërtesave, shkolla, institucione, banesa, më efikase, më kursimtare, më të ngrohta. Veprimi i pestë, sistem modern i menaxhimit të mbeturinave, kamion e kontenjer të rinj, ndarje në burim, riciklim, mbyllje e deponive ilegale, synimi i madh deri në vitin 2035, ndotja e ajrit ulet për 50%. Prishtinë, ky është momenti yt, unë jam më i përgatitur se kur për ta bërë Prishtinën